Çka është liberalizimi I vizave? Liberalizimi I vizave do të thotë lëvizje pa viza në zonën Schengen, me mundësi qëndrimi deri në 90 ditë, çdo 6 muaj, për të gjithë qytetarët e vendit. Për të udhëtuar pa viza, qytetarët duhet të posedojnë pasaportë biometrike të Republikës së Kosovës, dokumente që dëshmojnë se keni mjetet mjaftueshme financiare për të mbuluar qëndrimin në shtetin përkatës, dokumente që tregojnë vendin ku do të qëndroni, arsyet e vizitës, si dhe sigurimin shëndetësor. Çka nuk është liberalizimi I vizave? Liberalizimi I vizave në asnjë rast nuk mundson punësim në shtetet e zonës Schengen dhe nuk ju jep të drejtë të kërkoni azil. Asesi nuk mund të tejkaloni ditët e përcaktuara të qëndrimit në shtetet përkatëse. Policia kufitare e shtetit Schengen ka të drejtën t'i mohojë hyrjen çdo qytetari në rast të dyshimit se do të mund të keq përdorë qëndrimin në shtetin përkatës. Në rast të shkeljeve dhe abuzimit me rregullat e caktuara, pasojat për individin përfshin shqiptim të gjobës në të holla, shënim në dosjen ku figuron shkelja dhe ndalim të hyrjes në zonën Schengen për 5 vitet në vijim. Në rast se qytetarët keq përdorin të drejtën e udhëtimit pa viza, atëherë Bashkimi Evropian mund të suspendojë liberalizimin e vizave për Kosovën.